Lunushi I ka zbukuruar mbrëmjen prindërve, ajo ka filluar në reagon si e rritur dhe kopjon prindrit dhe gjyshen në disa veprime. Në momentin e parë shfaqet Luna që I ka marrë celularin Kiarës dhe po bën scroll dhe like të gjitha fotove që ajo ka postuar në rrjetin social të vetin, por ky fakt I ka bërë çudi Kiarës pasi nuk e kuptonte kush ja bënte like fotot të vetes të saj, pasi ajo kur nuk I bën like vetes së saj, me sa duket e vërtetoi duke parë të voglen e vet që shfaqet shumë e qetë dhe vazhdon në botën e vet duke parë fotot e mami Kiarës dhe babi Luizit. Ky moment është marrë me humor ku mami Kiara thot kur e haron telefonin hapur, ndërsa Lunushi e kopjon çdo veprim. Fëmijët e sotëm nuk I kursejnë rrjeteve sociale, ata e mësojnë kodin dhe fillojnë lundrojnë nëpër internet. Edhe Lunushi si një fëmijë I zgjuar do të ketë shumë qasje si një dekadë e re ku do të mësoj shumë gjëra nga interneti, dhe ne themi se ajo do të jetë një yll I vërtet, një figure publike si mama dhe baba I vet, mezi e presim që ajo të flasi qartë dhe të na përshëndesi të gjithëve. Një moment tjetër ku Kiarës I bën përshtypje është se Lunushi ka iniciativën dhe të jetë punëtore e të ndihmoj mami Kiarën duke u përpjekur të fshihtejnë. Ky veprim ja ka ngrohur zemrën Kiarës pasi ajo ka lënë rrjetet sociale dhe ka marrë fshesën të fshije këtë veprim. Ajo e kopjon nga gjyshe Blerta, e cila e rrit Lunushin me shumë përkushtim me dashuri. Ajo e ushin e vesh e lan kur Kiara dhe Luizi janë të angazhuar, ndërsa Nena Angelina aq sapati mundesi I shërbeu Lunushit, por për arsye shëndetësore ja la gjyshe Blertës stafetën për kujdesin e të vogles. Lunushi është një fëmijë e mbare e cila e dëgjon Nena Blertën dhe nuk ja vështirëson ditën. Ajo mundohet ta kopjojë në veprime ku këto veprime I bën, dhe kur vjen mami Kiara ajo mundohet të pastroj, mundohet të sistemoj rrobat. Kur shkon Kiara në kuzhinë vrapon për ta ndihmuar, bën sikur gatuan. Po kjo iniciative është shumë e mirë për një fëmijë që e do punën e familjen. Vajza po rritet me tradita lusi prindrit që e kanë I urojme jetë gjatët e vogles, nenave dhe prindërve shikim të këndshëm të dashur ndjekës, miq e dashamiresa. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi I personazh.